Jemi dëshmitar që shpërndarja e kuvendit sot paraqet një akt të paprecedent i cili bën ndesh me rendin ton kushtetues dhe ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese për këtë. Nuk ka asnjë arsye sepse duhet të ndodhte një akt i tillë sot në mëngjes. Për një rrymë tuaj me kërkesën e qeverisë, sot në ora 14 ka qenë e ftuar një seancë parlamentare për shqyrtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me vlerë rreth 100 milion euro projekte në interes të qytetarëve. Ndër të tjera, ratifikimi i marrëveshjes së Kredis, projekti i rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic, marrëveshja e Kredis për investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në Kek, marrëveshja për rindërtim dhe zhvillim për projektin impianti për ujërat e zeza në Kodujev, marrëveshja e Kredis ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për projektin e eficiencës së energjisë në ndërtesa publike. Lëvizja vetëvendosje përmes kryetarit të saj, kryeministrit të Republikës, ka zhvilluar disa takime radhazi me secilin prej kryetarëve të dy subjekteve më të mëdha opozitare, të PDK-s dhe të LDK-s. Komunikimet kanë vazhduar pa ndërprerje. Ne kemi konsideruar se rezultati zgjedhor ishte i qartë dhe se nuk ishte e as sot nuk ka asnjë arsye që vendi të shkojë në zgjedhje të reja. PDK-ja insistante se posti i presidentit u takon atyre, ndonse kishin vetëm 22 vota në kuvend. Kur u pyetën për emrin e kandidatit, kanë refuzuar që ta bëjnë publik, duke kërkuar një nënshkrim blanko për një emër të cilin do ta vendosnin më vonë. Nga ana tjetër, edhe PDK edhe LDK kanë refuzuar të propozojnë një kandidat të tyre, edhe pse lëvizja vetëvendosje u ka ofruar të dyja nënshkrimet e mjaftueshme për kandidim. Edhe presidentja Osmani nuk i pranoi nënshkrimet e lëvizjes vetëvendosje, duke kërkuar që kandidatura e saj të ndodhte vetëm me garantim të rezultatit dhe votave të gjithë deputetëve. Veprimi sotëm për të shpërndarë kuvendin, legislaturën e 10, është qartazi në kundërshtim me kushtetutën, është një veprim arbitrar që bie ndesh me bazën juridike, me bazën kushtetuese dhe që natyrisht të cënon funksionimin kushtetues të institucioneve. Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk ka asnjë boshllëk kushtetues për sa i përket rrethonave të shpërndarjes së kuvendit. Në kontekstin aktual, për sa i përket zgjedhjes së presidentit apo të presidentit së Republikës, Kushtetuta e Kosovës paraqet dy momente të shpërndarjes së kuvendit dhe natyrisht shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Momenti i parë është sipas nenit 86 paragrafi 6, kur pas nisjes së procedurës për zgjedhjen e presidentit të Republikës, edhe në raundin e tretë me pjesëmarrjen natyrisht e quorum, dështon zgjedhja e presidentit të Republikës qoftë me 61 vota për, momenti që nuk është në situatën aktuale, dhe rrethona e dytë kushtetuese është që pas fillimit të procedurës, brenda 60 ditëve, kuvendi i Kosovës nuk arrin të zgjedhë një president pavarësisht epilogut. Është për të ardhur keq pas një dyshim që presidentja e Republikës, që është garantuese funksionimit kushtetues të institucioneve, ndërmerr një veprim të tillë arbitrar në kundërshtim me kushtetutin në ditën e parë të afatit 6 dhjetor për të shpërndarë kuvendin, ndërkohë që e ka përgjegjësinë për të mundësuar funksionimin kushtetues të secilit institucion. Zonja Osmani, e cila aktualisht vazhdon të jetë presidente e Republikës së Kosovës, ka obligim institucional, kushtetues, personal të tregoj me emra dhe mbiemra kush janë këta njerëz të papërgjegjshëm. Dhe mbi gjitha, nëse janë njerëz të rrezikshëm, jo vetëm se duhet ta bëj të qartë për qytetarët, por edhe është mirë të tregoj nëse ka qenë në njëri të këtyre planeve, çfarë ka ndërmarrë ajo si presidente që t'i pengoj këto plane të rrezikshme. Është obligimi i saj dhe është për keqardhje të dëgjohet një deklaratë e tillë. Do të shohim shumë pak, unë nuk besoj që ka asnjë arsye të merret pjesë në një takim të tillë, për faktin e thjeshtë, siç e tham, se ky është një veprim jo vetëm që bën ndesh me kushtetutin, por edhe një veprim i nxituar dhe që nuk është në interes të vendit.